Secondly, I want to tell you this about Kosovo. I think the day that this movement, with its values, when we could do something about it, would walk away from the worst case of ethnic cleansing and racial genocide since World War II, we'd have something to be ashamed of. A do ta besonit në qershor të vitit 1999 se 26 vjet më pas, fitoria e lirisë me aq shumë dhimbje, me mijëra të vrarë, gra, fëmijë, pleqe, burra, luftëtarë të rënë në betejë, shtëpi të djegura dhe qindra mijëra të dëbuar, do të quhej ana e gabuar e historisë. Kryengritja e ushtrisë trimtare të Kosovës kundër shtypjes nga regjimi brutal i Slobodan Miloševićit, por rreshtohet si gabim historik nga Prokuroria Speciale në Hagë. Ky nuk është më një interpretim mes rreshtave, dhe këtu më nuk ka dilema se gjykata speciale në procesin kundër Hashim Thaqit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit po rishkruan historinë e luftës së Kosovës për liri. Kur ka përshkruar dëshminë e generalit amerikan, komandantit të NATO-s Wesley Clark, prokuroria në dosjen e saj përfundimtare shkruan kështu: ai tregoi një keqkuptim të qartë të rolit të tij si dëshmitar, duke ignoruar ose refuzuar faktet që binin ndesh me bindjen e tij se UÇK-ja ishte në anën e duhur të historisë. Pra, për prokurorin UÇK-ja ishte në anën e gabuar të historisë, dhe rrjedhimisht në të njëjtën anë ishin edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe bota tjetër perëndimore që vendosi të intervenojnë në krah të UÇK-s dhe popullit të Kosovës. Today our armed forces joined our NATO allies in airstrikes against Serbian forces responsible for the brutality in Kosovo. Në dosjen e saj prej mbi 700 faqesh, gati 700 herë, prokuroria akuzon në mënyrë absurde krerët e UÇK-s dhe strukturën e tyre vullnetare se qëllimin e kishin ta merrin Kosovën në kontroll. Pyetja që shtrohet sot është: morja kontrollit prej kuj? Kush? E vërtetë është se kontrolli dhe pushteti ishin plotësisht, plotësisht në gjithë territorin e Kosovës në duart e hekurta të Slobodan Miloševićit, as kuj tjetër. Ky pretendim, kjo akuzë e prokurorisë jo vetëm që është e pavërtetë, por është një shtrëmbrim skandaloz i historisë. Është ofenduese për mijëra herën që dhanë jetën për liri, për dhjetra mijëra viktima të pafajshme të vrarë të masakruara, dhe është ofendim për përpjekjet e NATO-s dhe të aleancës perëndimore. Krejt këtë maskarat mbi historinë e Kosovës, prokuroria po e bën duke pasur në bosht dokumente nga Serbia dhe duke tentuar të zhvlerësoj dëshmitë autentike të generalit Clark, si dhe të diplomatëve James Robin, Christopher Hill e të tjerë. For the most part, the 7 international witnesses parachuted into a situation with little background knowledge of the players involved, did not speak the language, interacted face-to-face with key players only a handful of times. Provat nga Serbia ndërkaq, nga shteti që kreu krimin në Kosovë dhe që ende lufton me propagandë ushtrisë shqiptare të Kosovës, prokuroria i konsideron të besueshme. Një pjesë të tyre që vlerësuan nga raportet ndërkombëtare në total ishin 2356, i mori drejt për drejt pasi u kërkoi ndihmë autoriteteve në Beograd. Në dosjen përfundimtare thuhet se ato ishin të besueshme sepse kishin vlerë të rëndësishme operacionale për autoritetet serbe dhe sipas prokurorisë, planifikimi i operacioneve serbe varen nga saktësia e materialeve të mbledhura. Është e vërtetë e dhimbshme që kjo prokurori përpiqet të hedhë poshtë dëshmitë e zyrtarëve të lartë të NATO-s, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britanisë së Madhe dhe OKB-s në këtë gjykatë. Të atyre dhe njerëzve të tyre që ishin tërkohën bashkë me ne në terren, që ishin sytë dhe veshët e perëndimit nga Kosova. Nga ana tjetër, kjo prokurori lartëson në qiell dëshmitë e fabrikuara nga epoka e regjimit të Slobodan Miloševićit. Kështu, ajo i injoron edhe vetë të vërtetën. Kur lufta çlirimtare paraqitet si projekt për marrjen e kontrollit, kur UÇK-ja pozicionohet në anën jo të duhur të historisë, kur dokumentet nga Serbia marrin peshë më të madhe se dëshmitë e protagonistëve ndërkombëtar të kohës, atëherë këtu më nuk ka drejtësi. Këtu kemi të bëjmë me një ndërmarrje të përbashkët politike, që ka për synim ta marrë në kontroll historinë e Kosovës dhe ta shtrembrojë atë në mënyrë skandaloze.